Qartë, vajza e flet shumë mirë shqipen. Vajza është në kopshti shtetit, edhe në tato fillon shkolla shtet, edhe mëson shqip, fol shqip shumë mirë. Pra hyri në kopshte dhe tani është... Me sy se ta Deja flet shqip si shqiptare, dhe me sy se nuk ka e di e Deja nuk flet shqip në shtëpi, sepse në shtëpi flet anglisht. Flet anglisht me ty. Dhe si e ka emrin vajza? Deja. Deja. Ti ke vënë emrin Deja, që për ne shqiptarët ti e di se çfarë rëndësie ka Deja, është një statuj e lashtë, i lire, të cilën na e morën dhe përpara 20 apo 30 vjetësh është rikthyer origjinali Dea së Butrintit e Perëndeshës soni simbolit bukurisë i lire dhe shqiptare. Pse emrin Dea te vajza? Sepse duhet një emrin është i lehtë në anglisht, në italisht, në frëngjisht, në shqip, në të gjithë. Dea nuk është të vështirë. Edhe Dea në latin është godes. Po edhe në Shqipëri është Dea nga Butrinti. Po edhe në tjetër, sepse kur jam shtazën. Kur ishte shtazën? Pa, më falë. Shtazën është një fjallë pak e vështirë. Unë kam shumë problem me shëndet. Edhe nga 3 muaj, kam risk of miscarriage. Ke pasur risk për abort? Po, në fakt, lindi e Deja me C-section emergency në muaj 8. Ka lindur në muajin e 8 me operacion me ndërhyrje të menjëhershme. Ka 5 muaj shtrije në kravat. Shumë... Pra në terapi intensive ti dhe vajza dhe? Po, edhe ka shumë kohë në spitali. Edhe njëherë jam në spitali, është një situatë shumë i keqë, shumë e rrezikshme, dhe doktor e tha, do iqim vajza tani, sepse zemrë vajzës edhe zemrë mua nuk është i mirë, është 6 muaj. Një moment, ti ishe shtrirë në spital dhe 5 muaj qëndrove regjim shtrati kur ishe shtatzan. Dhe një moment, një mjek thot që ndoshta fëmia duhet hequr, sepse rajet e zemrës së saj dhe të tuat ishin në aritmi dhe ndoshta kështu e shinte të arsyeshme. Po edhe një dhoma e spitali ka një statu, një bust Dejas. Edhe unë vetëm shoh Deja. Edhe pastaj ka një simbol. Sepse një moment të fund... Të dek sikur të ndihmoi, pra ky komunikimi me atë statujën e Dejas që ishte tek spitali, ty të duk sikur të ndihmoi për të kaluar këtë moment vështirë. Mjekët, they were preparing me for surgery. Të përgatitën për operacion. And they had told Deja's father, I thanë të jatit që duhet bërë kjo we have to take. But problemi është në moment, Deja është 6 muaj brenda, po nuk ka inkubator i lirë në spitali. Do më thënë, in that moment, if they kept, I would die or Deja would die. If they took her, they didn't have an incubator. It was really difficult. And at the last moment, because they couldn't give me a lot of drugs to bring the heart because I was pregnant. But the last moment, something happened and my heart became more normal. I was okay. They didn't have to. Wow, kjo është histori si në filma dhe unë do ta përkthej këtë, nuk dua që të titrohet dhe dua ta them. Pra, ka qenë në 6 muaj e shtatzan, mjekët thonë që zemra e saj po rrinte në mënyrë aritmike e fëmijës dhe nëse do të vazhdonte kështu do të humbisnin jetën të dyja, ndërkohë që duhej marrë një vendim se nëse do të hiqej fëmia, Alice do të shpëtonte. Për fat të Dejas tënde, në atë moment nuk ishte një inkubator të lirë. Dhe që fëmia pra të jepej mundësia që të ishte në inkubator mbasi të bëjë ndërhyrja dhe të shikojë si do të shkonte. Dhe në këto diskutime e sipër, pra po shtyhej në kohë ndërhyrja, u bë salla gati, por për një teknikalitet, le të themi, u shty ndërhyrja, zemra e Alice normalizohet dhe mjekët vendosin që shtatzania të vazhdojë. Gjatë gjithë këtij procesi, Alice ka pasur statujën e Dejas në dhomën e saj, ajo thotë unë e shikoja vazhdimisht atë statuj, dhe ndoshta ka qenë një bekim, le të themi kështu, gjyshet kështu do të na thoshin që ka qenë bekim, ka qenë e shkruar dhe ajo grua të dha ndoshta një forcë që ti të silje një vajzën tënde dhe kjo është dhe një ndër arsyet e tjera që vajzës i ka vënë emrin Dea. Dhe ti këtu je me Dean e vogël. Sa? Nuk e di, 1 muaj,
një muaj gjys, 2 muaj. Dhe lindje në muaj 8, po është 3,4 kile. Sa? 3,4. Po kam... E gjatë sa ty do bëhet? Po. Tani është 5 gjys, vjetë, po masa roba 10. është 5 vjeqe e gjysëm dhe merë roba për 10 vjeqe. Edhe është interesant se my pregnancy është shumë e vështirë. E qartë, që Tanzania ka qenë e vështirë, po? Pas lindje, vetëm ha, gjumë. Nuk qanë. Sepse parë lindje dhe është gjithë njërës, femi, baby, vetëm qanë, ti nuk ka kohë për gjumë, për ha, për asë gjë. Po pas 3 apo 4 javë jam në zyre pediatri. Kam një pyetje, sepse vajza nuk qanë. Edhe unë kam frikë, ka problem me veshje, apo... Pra vajza vetëm hante flinte dhe nuk qante. Nuk qanë, asë gjë. And I was scared. Maybe she has some problem. U shqetësove, tha, mos ka ndoj problem që s'qanë, si bebe. Vetëm, në moment dhe është gjove, po do shimi... Kajq, se do të pinte. Jo qanë. Edhe doktor e tha. Se do të hanë me sy, do të thoshte doktori. Po pas 4 ditë, jam në shtëpi, edhe më fillon punë prapë, sepse vetëm gjumë. Ha gjumë, edhe unë nuk ka... Dhe fillove punë? Po. Fëmijë mbarë dhe ja. Po, she was